mëra me snat, ne tash veqemi në autopilot, që i vjen komandohemi nga kushtetuta e vendit, nga afatet kushtetuese. Dekreti është rrjedhoi e këtyre afateve, pra është i drejtë, dhe çdo aspekt tjetër, pra i eqes përpara duhet bëhet në bazë të kushtetutës, afateve kushtetuese, edhe ne e respektojmë dekretin, pra respektojmë si të tillë. Kuptohet përishme caktimi datës së zgjedhjeve, po ashtu bazu në këto afate kushtetuese, pra çdo datë në afatet kushtetuese është e respektueshme. A keni ndonjë datë preferuar? Ju thash edhe ne jemi në autopilot tash. Çdo gjë është me afate. 30 ditë që shedini u kry dje me snat, ka qenë afati 30 ditor, para 30 dite me u kry mandati është dash muzje presidenti. Pastaj është 45 ditë që i zgjedhjeve, pra gjitha këto janë afate kushtetuese dhe askush mundet me ndryshu, ne i respektojmë. Ka dhe një lanë gjykatën kushtetuese që është dërguar brenda i ligjit vetëvendosjes, çfarë mendoni ju? Tani kjo është një lloj, ndryshe thonë, vazhdimi i talljes me procese, me qytetar. Sa e mundu me shkru një land, kanë mujtë më mundu me e zgjedh presidentin, pra me mos me çu vendin në zgjedhje, po kjo është një hajgare e radhës prej tyre për fat keq. Unë mendoj që edhe gjyqtarët kanë mja u kthy me hajgare përgjigjen, se nuk ka akt më të lartë se sa dekreti i shpërbërjes kuvendit dhe s'ka palë tjetër që ka rol më kur fillon autopiloti, kur fillojnë afatet kushtetuese, kjo është një hajgare. Shihem në Shqipëri prapë.